flas për miqësinë tonë, siç po e përmend. Ky mësim është thjesht për të rikuptuar disa aspekte të fjalës së Atit, urdhrimeve të Tija, çfarë ai na thotë, gjëra të shkurtra që masandaj do jetë një mësim më vete, një më ekstensiv, më i shtjelluar, që do paraqesim masandaj kombeve besimtarve jashtë, po thesha me pak fjalë. Por siç dhe lavdi Atit ja po e kaloi dhe në ekran, siç po miqësonim, shalom motër, arsi dhe mirë se erdhe, dhe siç po miqësonim në asamblen tonë, në mesazhet po flas në një farë mënyre. Kjo ditë, vlla motër, është një ditë e veçantë. Është një ditë e veçantë, e di pse, sepse është fillimi i muajit të 4 biblik. Muaji 4. Dhe kur unë inkurajoj dhe vetes time e ripërtëri mendjen dhe inkurajoj dhe ja rikujtoj vetes time që Ati thotë të minimizojmë dhe t'i heqim emrat e tjerë pagane të një kalendari që ne nuk kemi pjesë. Jemi akoma në Babiloni, jo se nuk kemi pjesë realisht sepse punojmë në atë lloj kalendari kur jemi në punën tona, por të paktën ne që jemi të Mesias në asamblejën e Tija, përmendim për shembull, për themi që dita e 7. Okej. Edhe themi dita e 2. Dhe dime që dita e 2 i përket masandaj, siç dimë, është dita e 2 e javës, është hena që thonë, më kupton? Në neve këtu gjëra avash avash do t'i mësojmë dhe fillon ai pastrimi që Ati bën atë, themi shenjtërimin, themi atë veçimin. Është veçimi, vlla motër, apo shenjtërimi është një fjalë katolike që ka lindur. Shenjtërimin ata e quajnë me anë të, në këtë rast duke hedhur pak ujë, apo duke në këtë rast u lutur mbi diçka dhe ajo gjë është e përvërtetë e shenjtë. Këto janë praktika vërtet janë pagane, dhe për fat keq kanë dhe brenda në degën e tyre protestante, sepse janë transmetuar gjëra. Por marr rastin e lutjes, kur thonë njerëzit që shenjtëroj këtë ushqim. Ju ndoshta mund ta keni dëgjuar, po të paktën unë bilese kam bërë dhe më përpara dhe mendoja vite më përpara, thesha po çfarë është kjo lutje, unë pas kam fuqi të shenjtëroj këtë ushqim përpara meje. Përse? Sepse neve marrim parën e Timoteut 4 dhe ne kemi prekur pak dhe më tej dhe për flas dhe për ty motër arsi, por në para Timoteut 4 shkrimi thotë që çdo gjë duhet të merret me falënderim dhe çdo ushqim është i mirë, por motër, jo çdo ushqim është i mirë sipas kategorizimit të Biblës. Këtë nuk kupton sot besimtari, pastori, apo kudo. Ushqimi i mirë kategorizohet sipas Biblës në Levitikun 11, në ligjin e Përtrir 14, ligje dietike që Ati na ka dhënë. Ai është ushqimi i mirë. Tani vetë ndërgjegja tonë dëshmon, miu është një ushqim i mirë, gjarpëri, lakuriçi i natës nuk janë të mirë. Sepse ajo fjala çdo gjë që Ati krijoi është e mirë. Çdo gjë që Ati krijoi që vendosi ajo është e mirë. Ka aspekte të tjera që Ati krijovi për balancën e ekosistemin që ka vendosur mint apo këmbillin apo klimbin, nuk janë të mira. Janë për një qëllim të caktuar që Ati vendosi. Korbin apo shqiponjat apo të gjithë këto shpendet e papastër nuk janë të mira. Por në para Timoteus 4 thotë shkrimi që është e mirë sepse është e shenjtëruar nga fjala. Dhe e shikojmë tani me njëherë që kur shikojnë në besimtar që është e shenjtëruar nga fjala, ti mund të hapësh Biblën tënde motër dhe secili për nesh nëse ka mundësi për ta shikuar, por nuk ishte kjo konteksti i mësimit, por me që doli ta prekim pak. Kur thotë që çdo krijesë Elohim është e mirë dhe asnjë gjë s'është për t'u hedhur, atëre kur të vjen miu
përpara me gjarprin, me këmbillin, si mendon në tavolinë, do ta hedhim sepse dikush na ofrovi? Po normal që do ta hedhësh, nuk është i mirë. Është një gjë e papastër, është një gjë me parazite, me çdo lloj brenda që mban. Miu nga ato gjëra që prek edhe ku shkon, edhe të njëjta gjë edhe derri, të njëjta gjë edhe lepuri, apo midhjet, apo kocet, këto janë të papastra, janë qati vendosi për mbajtur atë balancën, mbajtur ekosistemin që ati dëshiron që gjërat të kenë mirë funksionim në krijimin e tij. Tani, merret me falënderim. Lavdi Atit erdhi në tavolinë tonë, një ushqim, neve i falenderojmë Atit, po ushqimi që është i pastër, jo i papastër. Pastaj thot vargu 5, është e shenjtëruar. E shikon që ajo fjala shenjtëruar, unë në Biblën që po mbaroj motër Arsi dhe për ta kuptuar sepse kam filluar dhe masandaj do ta printojmë Biblën e revizionuar për popullin tonë shqiptar dhe masandaj do të jetë edhe aplikim në internet, do ta bëjmë në aplikacion për ta shkarkuar në telefon dhe emrat pagani janë hequr, çdo gjë tjetër është revizionuar që unë po e bëj me hir në Atit, do marr ikonë vet, po kur të mbaroj është një fel, është një madhështia e Atit që do veproj dhe është një bukuri shkrimi i tij, sepse kam parë dhe vajta dhe në Tiranë kur isha në Shqipëri, por kur shikoj atë revizionimin e fundit, kemi prapë gjëra që prapë janë plot me gabime brenda. Përse? Sepse kanë vazhduar të mbajnë përkthimet që bënë në shekullin 16-17 nga peshkopët katolike dhe ato përkthime masandaj po të shikosh ALB-në, një nga përkthimet që unë këtu kam, por ALB nuk është një përkthim i mirë, por unë mjaft njohuri nga anglishtja, të themi King James, versioni King James apo versione të tjera që më sjell fryma në mendje që masandaj them dale, sepse realisht shkrimi nuk thot kështu. Sepse për shembull këtë përkthim në shqip e kanë marrë nga një përkthim i anglishte shumë i dobët. Thonë që ishte King James, por nuk është King James, se King James flet për diçka tjetër. Dhe unë nuk jam vetëm King James, apo jam më tepër në përkthimin që quhet në këtë rast Septuagint. Septuagintin ishin 70 priftërinjtë që atëre mbreti që ishte i biri i Aleksandrit të Madh. I biri i Aleksandrit të Madh urdhëroi 72 priftërinjtë të Izraelit që të përkthenin nga hebraishtja origjinale, ta përkthenin në greqishten koine quhesh, greqishtja atërshme. Dhe po ta shikosh është LXX përkthimi i Biblës. Ai përkthim i Dhjatës së Vjetër, Lavdi Atit, është një nga përkthimet më të mira që ekziston sot e kësaj dite. Te i kalon King James, versioni King James që mbahen tër bota, por versioni King James ka plot të gjëra që nuk duhet të jenë atje. Megjithatë, vazhdojmë. Flisnim që çdo krijesë është e mirë sepse shkrimi e thotë përse, sepse thotë është e veçuar, jo e shenjtëruar. E shenjtëruar që do thotë, sepse katolikët vend qikujës, përkatin qikujë, edhe oja kjo është e shenjtëruar. Ato janë mënyrat pagane. Nuk ka asnjë autoritet njeriu të veçojë diçka, veç se ati në këtë rast i ka dhënë atë zyre për ta lënë me njanë. Në këtë rast ishte tempulli, ishtin kurrepriftja atërshëm me priftërinjtë që udhëzoheshin nga ati për të veçuar sende të caktuara brenda tabernakullit. Po, masandaj, neve tani aktualisht, neve kemi gjërat tona që veçojmë, në këtë rast veçojmë një të 10-ën, veçojmë kohën tonë, e bëjmë si kohë të lënë me njanë, të themi të shenjtëruar nuk më pëlqen, është një kohë e veçuar. Ne jemi të veçuar, teknikisht, duhet jemi, dhe në momentin që një besimtar vjen në besim, ai besimtar fillon veçimin e tij. Dhe veçimi është një proces që është i vazhdueshëm derisa Mesia të kthehet. Ne veçohemi sa më shumë çdo ditë. Dhe mendja tonë si rezultat ri për të rijet. Mendja masandaj dishiplizohet, rigjenerohet në të raste dhe kalibrohet në të vullnetin e Atit. Që flasim masandaj urdhrimet e tija që na veçojnë, aty është konteksti që sot
besimtari nuk e merr parasysh dhe me të shikuar këtë varg thon shiko çdo gjë tani mund të hahet sepse çdo gjë është e mirë dhe asnjë gjë s'është për tu hedhur. Por dale o vlla motër sepse po thotë që është fjala që e veçon, është fjala e Atit Elohim dhe në para Timoteu çfarë fjalë kemi? Kemi fjalën e përsosur që ata kishin, që ishte në këtë rast Tora, ligji, instruksionet për jetesën tonë, që nga zanafilla deri në këtë rast në kohën e apostujve, që përmend me pak fjalë dhjatën e vjetër. Shumë njerëz motër dhe për ne që jemi të asamblesë këtu, njerëzit do deklarojnë ose do kategorizojnë për të thënë urdhrimet e Atit ose të themi ligji janë 5 librat e parë të Biblës. Nuk është e vërtetë. Di pse? Sepse këto ndarje kanë lindur nga judaizmi. Judaizmi që kishte traditat e tyre, prej njerëzve jo urdhrimet e Atit plotësisht, po kanë disa gjëra që po mbajnë, por më tepër janë të influencuar nga kabala, nga misticizmi, nga magjitë dhe nga traditat e njerëzve. Dhe vëlla motër, kur Mesia adreson ju po mbani traditat e ejtërve tuaj, e ka fjalën për magjinë që ata po vazhdonin indirekt në frymën e fallit që infekton dhe manipulon mendjen e një personi. Më thuaj ti një traditë që praktikohet në çdo vend, më thuaj a nuk ka rrenjë demonike satanike. Të tëra traditat që janë nga njeriu kanë rrenjë dhe adhurim të një hynie që beshe vite më përpara. Më thuaj ti traditat që neve mund të kemi në Shqipëri, ka plot. Nuk po flas për traditat e mira, sepse vejmë dhe shtrojmë darkën, apo hyn dikush, apo ne, motër, për ta kuptuar, dhe motër arsi. Ti je në një moshë të kaluar më tepër se meje, supozoj, dhe unë jam lindur në 80-ta, jam i 80-s, jam 45, por mbaj mend, dhe normal që ajo integriteti dhe struktura e nderit që beshe në unë rrita në fshat, në mokër të Pogradecit, në fshatrat e Pogradecit, në mokër e sipërme, dhe tani në atë kohë shikoja që kur vinin njerëz kishte një farë respekti dhe një farë strukture, autoriteti dhe një farë vendosje në vendet e caktuara në shtëpi të atij personit dhe Nësandaj, environment, beshe larja e kembëve, apo vendoshe ajo si thua sofra, që quenim neve atë trueza për druri në mes, dhe apo kur hynte ai person që vinte nga jashtë dhe hynte brenda në shtëpinë e atij personi, atëherë ngriheshin në këmbë. Motër arsi, e di që është një nga urdhrimet e Atit që thotë kur hyn një plak në shtëpinë tënde duhet të ngrihesh në këmbë. Është nga urdhrimet e Atit. Është urdhrimet që neve indirekt i kemi bërë gjërat, sepse gjatë viteve, në këtë rast, ka qenë ajo trashëgimia e ligjit të përsosur të Atit në breza në mënyrë indirekte, por janë transmetuar sepse ka patur mësime mbas në këtë rast ikjeve të apostujve dhe apostujt lanë si thua dishepujt e tyre në për kombe të caktuara që ata vazhduan të instruksionin besimtarët dhe këto gjëra kanë vazhduar të jenë pjesë e si thua jetesës tonë. Por tani ti dhe unë, ja po e shkrimi motër, ti dhe unë ne kuptojmë që këto gjëra janë në urdhrimet e Atit. Ja ku është në ligj për të rirë mos gaboj. Ja po e shkrimit. Ajo, në Levitiku, më falë. Levitiku 19:32, ja po me që doli ky muhabet, dhe mos ndaj shikojmë, por Levitiku 19:32, ja një sekondë, ndoshta gjatë vede pak kam vend që muzikën është e lidhur, po
ndoshta është i lartër, më falë, po dhe ju mund të më lajmëroni motra, kur diçka nuk shkon ose vlla është shumë lartër muzika apo gjëra të tilla, më thoni motra. Më kupton që unë ta gjustoj, domethënë të rregulloj gjërat nga krau tim për të mirën tonë të përbashkët të lavdjatit. Po theshim, Levitiku 19 për atë që vllai po thotë, kur hyn një plak thotë, "Çau në këmbë, para ti që ka kokën e zbardhur, nderoje plakun dhe ki frikë nga Elohimi yt. Unë jam Jahwe." E shikon tani, motër, edhe vlla, në libri Levitiku është shkruar është shkruar të paktën, mos gaboj, por 3000 vjet më përpara. 2000 vjet më përpara, por arsisht u shfaq Mesia tonë, erdhi në mish, fjala e Atit, atë që fjalën Ati kishte premtuar, dhe ajo fjalë mori mish. Motër, për ta kuptuar dhe tini. Mesia Jeshua, motër, nuk është Ati. Kur neve flasim që Mesia Jeshua është Zot, ose është Elohim, është një titull që Ati dha, një autoritet që Ati dha të sundojmë në gjithë plotësinë e duarve të Tija. Në doktrinën e reme, filozofitë platonike, që kanë lindur në 300 në 400 që futën katolikët, filloi doktrina e reme e Trinitetit, 3 zotra në një, 3 persona në një. Ato ishin mënyrat pagane të adhurimit të 3 zotrave në Egjipt, në Mesopotami, kur ishte kulla e Babelit me Nimrodin, me të shoqen e tij Semiramis, masa në lindja adhurimit të pemëve, dhe vezët e të gjitha ato gjëra që lindën që atëre, dhe ishte si thuash zell dhe dashuri e madhe e sektit të besimit katolik ortodoks në vitet 300-400 në basë ringjalljes së Mesias, që morën dhe futën këto praktika sepse shikonin që njerëzit e jashtëm praktikonin këto gjëra, ju pëlqenin dhe masandaj i futën brenda që të sillnin besimtarët për të futur në atë shoqatën, në atë kultin e tyre. Më të lutem, motra apo secili për nesh, a mund të konfirmojmë në një gjë të re sot ndaj atyre që katolikët bënim që në kohët dhe vazhdojnë të bëjnë në krahasim me të quajturët protestantët. Të njëjtin gjë bëjnë protestantët sot, duke krijuar struktura, duke praktikuar gjërat pagane për të tërhequr, të ashtu quajtur botën, jo besimtarët, që të hyjnë brenda në godinat e tyre. Nuk ka asnjë gjë të re në diellin, thot shkrimi. Këto gjëra kanë qenë, e njëjta strukturë ishte atëre, e njëjta strukturë ndodh sot, dhe kur unë kam folur me drejtues dhe Biles Ati më paralajmëroi që erën e fundit kur isha, jo këtë radhë, po erën e kaluar, paralajmëroi më tha, ki kujdes të mos kapesh nga filozofitë e njerëzve. Unë nuk e kuptoja plotësisht atë fjalën, okay, e di çfarë shkrimi thotë, por Ati po shkonte në gjëra më të thella. Si po shkonte? Në kuptimin që ka shumë njerëz që ti do kesh miqësi, që mos u kap me mësime apo muhabete miqësi që nuk ecin dhe praktikojnë fjalën, urdhrimet e mia. Jo ishte para 3 vjetësh. Para 3 vjetësh, dhe tani e kuptoj thellësisht që Ati donte të më veçonte në mënyrë akoma më të thellë, dhe si s'po vazhdon, si s'po vepron, lavdjatit, për të sjellë në dritë kombin ton. Në dritën e ligjit, motra, dhe vëllezër, kush mund ta dëgjoj. Në proverbat, po, në fjalë të urta 23:6 thotë që urdhrimi është një llambë dhe ligji i tij është një dritë. Tani kur heqim dritën, vëlla motër, çfarë vjen? Vjen errësira. Kur kanë hequr ligjin, çfarë ke sot në për asamblet? Janë të verbuar.
si do eci asambleja, pa urdhërimet e Atit, si do veçohet, si do, në këtë rast, si do mos mëkatojë kundër Atit. Veçse duke ruajtur ligjin, fjalën e tij në zemrat tonë, thot Davidi që kishte urdhërimet, ligjin e Atit. Kur sot neve kemi hequr një strukturë të tillë, sepse ata janë gënjur, siç unë isha gënjur vite më përpara, dhe thesha që unë mjafton të besoj, do bëj 2, 3, 4 gjëra që më duken mua këtu, ja shikojmë këto strukturat në Bibël, që mua më duken mirë dhe jam në rregull, por nuk isha në rregull se po ecja në paudhësi. Po vazhdonja të po marr rastin para 5-6 vjetësh, në 6 vjet më përpara kur vendosa që ema e ashtu quajtur Krishtlindja është një gjë pagane, por qëndrova për atë një vit e ca që i tregova aspektin e Biblës dhe aty filloi veçimi i thellë për mua. Dhe kur shikoja më së ndaj të ashtu quajtur njerëz që kishin pozicione në kishën ku isha dhe disa prej tyre kisha miqësi, ky vëllai nuk e dinte, nga ishte origjina e pemës. Po mi më thash vëlla ti që, okay, lem kishën, thash, po në shtëpinë tënde, ti përse e praktikon? E di në këtë rast prejardhjen? Është në Bibël? Jo, nuk është në Bibël, as nuk e di prejardhjen, por më ka thënë prindrit që atëre dhe u rritë me atë gjë. Okej, vëlla, u rrite. Po jo sepse prindrit të thanë u rrite, tani do ndjekim prindrit apo do ndjekim prindrin në këtë rast babain tonë, atin tonë, Mesian, Jashuan. Pikërisht e them këtë motër Arsi sepse ne apo kushdo shalom motër Elizabeta, Adonai të bekoft. Çfarë dua të them? Po flisja për Isaia 9:6. Isaia 9:6 përmenda atin. Ne nuk kemi të tërhequr nga njerëzit. Nuk marrim gjërat për njerëzve pa neve i ekzaminuar vëlla e motër në shkrimin, në skanimin e shkrimit. Tani, ky vëllai thoshte më tha babai, dhe mamin e kështu ishte afrikan me pozicion sot e kësaj dite në kishën dhe etj. Tani, kur i shpjegova unë ngeli i habitur për këto gjëra para 6 vjetësh. Dhe megjithse në këtë rast dëshmoj në zemrën e tij që këto gjëra nuk ishin biblike, ai vazhdonte t'i praktikonte. Ajo është rruga e tij. Tani, unë do ndjek atin në këtë rast, po flasim dhe vëlla motër, jo për nuk po flas në këtë moment për atin krijuesin qiellin e tokës. Po flas për Isaian në këtë rast 9:6. Isaia 9:6 është keq interpretuar, është keq përkthyer nga në radhë të parë nga farisejtë, duhet të kuptosh motër dhe vëlla që po më ndjek, që ta ndjekësh, jemi në miqësinë tonë. Farisejtë e asaj kohe, vëlla motër, në shekullin e parë të dytë, mbas në këtë rast mbas ringjalljes së Mesias, ishin njerëz që vendosën në mënyrën e përkthimit të Biblës së Vjetës së Vjetër që ata në këtë rast kanë sot tek kësaj dite. Kur hoqën shumë prej librave sepse në to profetizoheshe Mesia. Në ato libra shpjegoheshe detajet e ardhjes, vdekjes, ringjalljes dhe vendosjes së mbretërisë së tij për jetë. Farisejtë ishte një përpjekje madhe sepse ata nuk donin që një person tjetër të vinte dhe aq më tepër e prekën gjatë viteve që Mesia për ato 3.5 vjet në këtë rast i qortovi, e prekën dhe patën në atë goditjen apo si thua gjërat që u folën midis tyre, sepse ata ishin të uritur për autoritetin që ata kishin, por jo sepse ati u kishte dhënë autoritetin farisinëve që ishin në tempull në atë kohë. Jo ishte arsyeja që e pyetën Mesian, i tha, ti me çfarë autoriteti i bën këto gjëra, i tha. Do thotë që këto gjëra ne nuk kemi dhënë aty autoritet, ne jemi të vetmit autoritet këtu në Izrael, dhe çdo njeri tjetër që nuk nënshtrohet neve, atëre ky person ka një demon. E prandaj e quajtën Mesian, ti ke një demon. Sepse zyra që ata kishin zgjedhur, vëlla motër, ishin një zyrë korruptuar e vetë zgjedhur. Nuk ishin të zgjedhur nga Ati, kishin një kryeprift të asaj kohe që kishte zgjedhur njeriu. Pikërisht në komunitetin ku Gjon Pakzori u rrit, në jashtë ishin priftërinjtë e Zadoku quhen, që mësandaj shikojnë në një vjeçarin që Mesia do t'u japi autoritet
Dhe Ati vetë me gojën e tij thotë që ata do më shërbejnë mua në tempullin në 1000 vjeçarin ku do ndërtohet. Jo ky tempull tani që po bën. Prap farisin të thotë. Në atë kohë kishte një rast, një shkëmbim dhe ishte një betejë që ndodhte për shkak të korruptimit që ishte brenda në Izrael nga njerëz që nuk ishin vendosur. Nga atë. Dhe prandaj kur vjen Gjon Pakzori thotë ju pjellën e perkash, thotë sjellni vepra të pendimit të sinqerta, ju thotë farisinjve. Përse? Sepse ai e dinte zyrën e korruptuar që ata kishin. Prandaj Gjon Pakzori u rrit jashtë në shkretë të tjerën ku në atë komunitet ishin priftërinjtë e Zadokut që mbanin kalendarin e vërtetë të Atit, respektonin udhërimet, ndërkohë kalendarin që mbanin farisejtë ishte një kalendar i korruptuar i marrë nga Babilonia. Dhe vendosën pastaj emrat paganë, Nisan, Tamuzi. Tamuzi ishte djali i Nimrodit që adhuroheshe në Babiloni. Tani, më lejo të shkoj atje ku ishim në Isaia, vëlla motër, më lejo, Isaia po flisnim, Isaia 9:6. Isaia 9:6, vëlla motër, është përkthyer në mënyrën si deshen në një farë konteksti e përkthyen farisinjtë e asaj kohe. Po të shkosh në përkthimin në këtë rast e vërtetë të Septuagjina që është përkthimi nga originalet që po flisja pak më përpara, nga ata 70 priftërinjtë që i biri i mbretit të Aleksandrit të Madh, që ishte në Greqi atëre, i urdhëroi ta priftërinjtë të përktheni Biblën sepse ai donte. Dhe po të shikojmë përkthime të tilla, siç unë përmenda pak më përpara nëse keni parë fotot, që në përkthimin e Jobit, në një rresht të Jobit, përmendet që Jobi ishte dhe masandaj vdiq edhe kaq. Po të shikosh në përkthimin të Septuagjinës ke të paktën 7-8 vargje që i kanë hequr farisinjtë dhe shpjegon jetën e Jobit, kush ishte një mbret në atë kohë etj. Tani, nëse neve shkojmë, vëlla motër, më lejo, nëse neve shkojmë dhe apo shkrimin që po theshim që shumë prej gjërave neve i bëjmë, vëlla motër, dhe po flisnim për nderimin apo traditën e mirë që në këtë rast neve indirekt, por vazhdonim ta praktikonim, po ishte një nga urdhrimet e Atit. Ja ku e ke përpara në ekran, më lejo që ta kaloj në Levitiku, çfarë thotë? Levitiku 19, po në 32, Hati thotë, na thotë të gjithëve neve që ja thënë Levitiku, po përmendja pak më përpara, Levitiku apo ligji i Atit, instruksionet e tij për jetën tonë u shkruan para të themi 3000 vjetësh ose thua 4000 vjetësh. Tani, dishepujt vazhduan të implementonin urdhrimet e Atit dhe ndërtuan apo thua dishepujt e tyre dhe masandaj i disciplinizuan ata. Dhe ja ku jemi ne në kohë tona dhe shikojmë që tradita për shembull në vendin tonë, kur hynte një plak, ashtu thash pak më përpara, nderoheshe, ngriheshe çdo kush, ngriheshe në këmbë apo jo, me të hynte një i vogël apo i madh, ishte brenda në shtëpi, do të çoheshe si çfarë, si një shenjë nderi dhe respekti apo jo. Ndërkohë neve kemi si urdhërim nga Ati të shkruar 4000 vjet më përpara, mos gaboj. Tani, po marrim një kohë të tillë, nuk kemi për të hyrë në kohë kur apo detaje specifike. Por Ati thotë në lavdërimit të tij, thotë që çon në këmbë para atij që ka kokën të zbardhur. Plaku. Çon në këmbë, na e thotë një specifike. Nderoje plakun dhe ki frikën nga Elohimi yt, thotë unë jam Jahwe. Janë urdhrimet e tija. Ne instintivisht apo në mënyrë se thuash të trashëgimisë tonë ne këto gjëra i bënim. Ndërkohë, këto gjëra janë urdhrimet e Atit. Çdo gjë që unë shikoja gjyshin tim në fshat, siç thash pak më parë. Ai përmendi një mbajtës si sot, jo do ta lejmë në vitin e 7 të tokën të pushojë. Unë nuk e kuptoja, ishte i vogël, ishte 13-14 vjet, mos andaj në moshën 17 vjeç u kthyen po gradec prap.
mbasi prindit ikën në Itali, ndentëm për ca vite në Pogradec dhe në 97 në muajin pasaj ikëm në Itali dhe nuk u ktheva në Shqipëri për 12 vjet. Vetëm kur ati më çoi. Lavdia. Tani, unë mbaj mend gjyshin që thoshte që do ta lënë tokën të pushoj në vitin e 7. Përse këto gjëra gjyshi tim? Ndërkohë kishte një emër musliman, quhej Sadik, Hamza. Ishin 4 fiset në fshatin tonë që kishin ishte një Hamza, një ishte Fezo, një ishte Hyseni, që ishin Hamzallari, Hysenllari, Fezolari, Fezoja, edhe Hysenllari, 4 fiset. Dhe gjyshi tim kishte edhe armën në shtëpinë e tij që konsiderohej një nga pleqt e fshatit që masandaj qiqin këshillat e tyre për të vendosur balancën në fshat apo nevoja që ishin apo ishte njëri që konsiderohej se dhe sot e kësaj dite ku je nipi i Sadikut, e ti në kush ishte. Tani, gjyshi vepronte këto gjëra në bazë të çfarë ishte mësuar në gjenerata nga ana e Islamit. Por dije që vllai motër ta nuk kanë të vërtetën. Nga i kishin marrë këto urdhërime, praktika në mënyrë që i kishin trashëguar në një farë mënyrë, në një farë koncepti kishin marrë nga shkrimi, nga Bibla. Dhe pastaj vendosën etiketën e tyre me të gjëra të shtuara etj që është një mësim vetë. Po këto gjëra mua më vjen çudi sepse urdhërimi i Ati thotë që në vitin e 7 duhet të pushoj toka, e sabati tokës. Pra të punë Izraeli shkoi në kaptivitet për 70 vjet sepse nuk zbatoi urdhërimin e tokës. Për 70 vjet ata nuk e zbatuan Ati. Tha, për çdo vit që ju e thyet urdhërimin e tokës, toka tani do ketë pushimin e saj. I mori, i solli Babiloninë, çoi në kaptivitet dhe i çovi në robëri. Tani, kur shikojmë që këto urdhërime të Atit u shkruan 4000 vjet më përpara se të lindte Muhamedi etj, këto gjëra neve i kemi praktikuar, i kemi për lavditat. Tani, po marrim Isaian, se kalojmë në Isaia, lavdiatin. Në Isaia, se do hymë në mësimin, jasa ta zbërthejmë dhe Isaian, unë lutem Atit të gjej atë përkthimin e Septuagjinës, por të Isaias 9:6. Neve themi shumë herë, vlla motër, sepse na ka lindur një fëmijë, lavdiatit që lindi prej Miriam, që virgjëreshës, lavdiatit ishte Mesia, profesia e tij që profeti Jeshaja po thoshte. Ja ta shikojmë. Okej. Ja ju e dini që mësandaj vllai i vemrat e vërtetë, por gjithsesi dua që të kuptojmë thelbin. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë, mbi supet e tij do të mbështetet perandoria. Po flet për çdo gjë që Ati do t'i japi në atë kohë, po flet psalmin, po flet psalmin 110 që nuk është përmbushur akoma, derisa Ati të vendosi armiqtë e tij nën këmbën e tij. Lavdiati. Tani thot, ai do quhet këshilltar i admirueshëm. A këshilloi Izraelin po? Dhe vlla motër, unë po studioja dje dhe akoma po kam dhe sot mëngjes kur po shikoja shkrimin. Po shikoja çdo gjë dhe për ju që në këtë rast dhe për ty motë Elizabeta që më folën pak herën e fundit, prekëm Mateun 5:5, Mateun 5:6, 2 vargje që Mesia citoi Psalmin 37 në atë shërbesën e mal. Nuk tha në një gjë të re, vëlla motër. Mesia nuk tha në një gjë të re që Ati në këtë rast nuk e kishte thënë më përpara. Erdhi për të thënë që unë jam Mesia, ktheuni në urdhrimet e Atit. Kaq ishte mesazhi i lajmit të mirë të mbretërisë. Pikërisht sepse, si thamë pak më përpara, farisinjtë, saducejtë që kishin autoritetin në thonjza që të mësonin ligjin e Atit, nuk po e bënin, ishin të vetësjedhur, ishin të korruptuar, kishin qëllime të tjera, vendet, pasuri, të qefet, të salutime në përsheshe, këto ishte zemra e tyre. Dhe Mesia erdhi për të thënë, ju duhet të pendoheni, sepse kështu në këtë rast po vazhdoni të influenconi dhe jeni bijtë e risigut, sepse nuk po mbani dhe në këtë rast po abuzoni me urdhrimet, me ligjin e Atit.
Dhe këta e tha popullit të Izraelit, tha pendohuni se mbretëria e qejve është afër. Pendohuni për çfarë? Ne pendohemi sepse në këtë rast jemi larguar nga ligji i Atit. Kemi shkelur ligjin e tij që përben mëkatin, para Gjonit 3:4. Kur ne pendohemi, kur ne duhet na thuhet, dhe sot e kësaj dite duhet i thuhet një besimtari që shpëtimi i tij përket pendimin të mos vazhdoj ta thyej ligjin e tij dhe të besoj tek Mesia. Ky është lajmi i mirë i mbretërisë. Kurse sot neve i themi pa lutjen e shpëtimit, beso. Okej, por pendimi? Pikërisht lutja e shpëtimit ka lënë peng sot shumë besimtarë akoma që nuk janë penduar. Sepse nëse unë dhe ti pendohemi dhe kthehemi në urdhërimet e Atit, besojmë tek Mesia, kemi atë të vërtetën. Kurse neve vetëm besojmë dhe masandaj vazhdojmë të refuzojmë urdhërimet e Atit, kemi Mesian e rrejmë, Krishtin katolik ortodoks që na kanë dhënë që në atë kohë. Dhe është një mësim vete, si farat e liga kanë hyrë nga dishepujt e rrejmë atere, Marsioni, që beri ndarjen e ligjit nga hiri, dhe të gjitha këto gjëra që pasandaj infektuan kishën e ateshme, persekutimi që ndodhi masandaj, nëse do jesh me neve, do qëndrojmë në ditën e diellit. Konstantini foli për ato gjëra, dekretovi, vendosi ligj, besimtarët e vërtetë u persekutuan, shumë prej tyre ranë dhe bashkuan sektet të tyre sepse gjetën rehatim dhe nuk donin që të kalonin për atë persekutim. Pali vetë thotë që dhe se unë predikoj rreth prerjen e kishte fjalën, rreth prerjen e vërtetë predikonte, veprat 21, Galatasve e flet, thotë përse më ndjekin mua, tha këta farisinjtë? Nuk se çështja sepse Pali predikonte urdhërimet e Atit, ligjin e tij. Çështja e ishte sepse Pali kishte besuar tek Mesia. Aty ishte tërë kontradita e farisejve, sepse Pali që ishte një farisej para se të vinte në besim, ata e dinin në këtë rast dhe thoshte ti tani na gjete një autoritet përmbi neve, thoshin farisejt. Këta janë ata të sektit të Udës, dhe fillonin persekutonin apostujt, dishepujt e Mesias. Kjo ishte çfarë ndodhte në Izrael. Nga ana tjetër, apostujt dhe Mesia vazhdonin që të nxirrnin popullin dhe me mira dhe me miliona prej tyre besuan tek Mesia sepse panë dhe shikonin korruptimin që ndodhte nga zyrat e vetë vendosur të asaj kohe dhe kishin lexuar, dhe ata lexonin vëllamotë, kishin shkrimet e tyre, dhjatën e vjetër për çdo profesi që u fol për ardhin e Mesias. Dhe kur ata shikonin 1, 2, 3, 4 gjëra që po ndodhin, që janë dhe një ditë me hirin e Atit do t'i marrë të gjitha profesitë që Mesia praktikovi në kur erdhi, që përbenin në këtë rast çfarë ishte thënë më përpara për të ditur që ja ku jam, unë jam i vajosuri, se Mesia do thotë i vajosur, thjesht ajo do thotë, nuk ka mbiemri tia. Dhe panë që ai është që duhet të vinte dhe ja ku e kemi dhe besuan. Përse i shtruan vëlla motër dhe në një nga festat e Atit shtruan palmat? Përse i shtruan ato palmat? Sepse kishin kuptuar shtrimi i palmave, në këtë rast palmat përdoren për të Ati na jep urdhërim që të vendosim në festën e kasolleve, duhet të vendosësh degë palme mbi çatinë. Palmat, biles, palmat ata i shtruan sepse festa e kasolleve është një nga festat e Atit që masandaj u manifestua dhe ardhja e tij. Lindja e tij ku ndodhi në kasolle. Fjala tabernaku do thotë të qëndrosh, të banosh, dhe shkrimi thotë në Gjoni që ai banoi, qëndroi me ne dhe ne pam lavdinë e tij. Apo jo? Okej, për ta zbërthyer. Çfarë po thesha për punën e palmave, se ata i shtruan dhe ne pamë, thotë ja ku e kemi lavdinë, erdhi Mesia tonë dhe e adhuruan, sepse nuk të bën një izraelit të një adhurim të tillë duke shtruar palmat për një person të vetëm, por kuptuan që ai ishte sepse shenjat ishin përpara, shërimet që ai pente, kthimi ujë në verë, ato ishin profetizuar vëlla motër. Ka një kuptim të thellë, vllai Bles Kamber në kanalin tonë ke mësimin që kanë bërë, ujin që kthehet në verë, ka një kuptim të thellë. Ti ku e kthevi vëlla motër brenda në atë dasmën, ishin farisejt, ishin brenda. Ai e bëri apostafat atë, jo sepse kishin nevojë për verë. Prandaj tha dhe Miriam të nënës së tij, koha time nuk ka ardhur, tha. Por gjithsesi thot, le të fillojë. Dhe e bëri përpara farisejve për të
treguar profesin që ja një, opa, u hoq një profesi, ja ku jam. Masandaj vazhdovi atë shërime që vente, sytë që hapeshin, sytë të verbërve, atë që profetizua që Mesia do t'i bente. Ndaj farisejnë të refuzuan dhe nuk donin sepse kishin zemrat e ngurta nga mëkati që kishte hyrë për shkak të largimit të urdhërimeve të Atit, dhe normal që nuk do ta pranonin sepse kur largohesh nga urdhërimet e Atit, masandaj hyn diçka, hyn dëshirat vëllai në çdo si ty dhe mua nuk jemi imun nga ato gjëra, por na mban zgjedhja jonë që neve tregojmë ecurinë dhe tregojmë devotshmërinë ndaj urdhërimeve të Atit sepse e duam dhe besojmë në te dhe në biri tia dhe si rezultat krahët e tij na mbrojnë. Vllai e ka thënë, folëm pak për fjalët e urta 26:2 që dallandysha fluturon andej këndej, Harabeli bën të njëjtin gjë, por magjia nuk ka efekt në një person veç se ai në këtë rast nuk ka dhënë arsye. Pa një arsye, magjia nuk ka efekt. Magjitë e botës që vazhdojnë që të hedhin, dhe magjia më e madhe, vëlla motër, është magjia e bardhë quhet. Se magjia e zezë është ajo që godet për vdekje. Është akrepi që mos ndaj vetëm godet, ato janë për vdekje, që godasin botën, që godasin njerëzit. Magjia e bardhë është fryma e fallit, që verbon mendjet e një personi si besimtar tash u quajtur dhe në botë. Dhe ka të bëjë me lobin frontal, motër ti ne jemi të profesionit, motër Arsi dhe lobin frontal, që masandaj, me sa mbaj mend unë tani jam larguar pak, po ti mund më freskosh memorien, por lobin frontal besoj që bën gjykimin, ka të bëjë me arsyetimin, me gjykimin, mos ndoshta gabohem, po ndarjen e gjërave. Andaj një besimtar të lutem motër shkruaj në grupin tonë, a ka të bëjë lobi frontal me gjykimin, me ndarjen, se janë të ndara, janë lobet frontal, mos ndaj lateralet e tash si mbaj mend, por tani kur shikojmë që në 2 Korintasve 4:4, Zoti i kësaj bote, Satani, ka verbuar mendjet e atyre që nuk besojnë. Vëlla motër, mos e merr atë shkrimin që është për të pabesët të jashtë, për të ata që nuk besojnë, për të pashpëtuarit. Ajo ndodh sot e kësaj dite në atë shaqytur në asamble. Sepse një besimtar nuk jep fuqishmërinë sepse është verbuar nga i ligu në mendjen e tij. Do thonë ne përdorim fjalën mendja mishore, që nuk i instruohet ligjit urdhërimeve të Atit. Kur mendja jonë verbohet në këtë rast nga i ligu, për shkak sepse zemrat tonë nuk do hallat jemi. Mendja verbohet vëlla motër, mbaje mend, sepse në zemrat tonë nuk do të zbatojë urdhrimet e Atit, se rezultati i ligut ka legalitet mbi jetën e një besimtari dhe vjen dhe verbon mendjen, ne po ecim në mish. Kjo nuk mu dha që ka me vite, por tani në këtë moment fryma masolli interpretimin e mendjes dhe të zemrës që është fryma jonë. Mendja është një pjesë e shpirtit. Në kur sot akoma dëgjoj shpirti i shenjtë, këto janë gjëra shqetësuese dhe dalin dhe flasin. Është fryma e shenjtë. Shpirti është mendja, vullneti, emocionet, është tërësia e njeriu që është ndërthurur me zemrën tonë, është lidhur me frymën tonë. Dhe të dyja këto banojnë në një trup. Kemi trupin tonë. Tani, kur shikojmë në Isaia 9:6 të vëllamot, që në këtë rast Mesia do quhet këshilltari i admirueshëm, adhurimi, që sot e kësaj dite i takon atij, lavdjatit, po është Elohim i fuqishëm. Fjala Elohim do thotë sundues, vëllamotër. Është një titull, është gjykatës, është Zot, është mjeshtër, një mbret i fuqishëm. Tani, kur ti shikon atë ati përjetshëm, me aty me njerë fillojnë doktrinat e Trinitetit. Nuk është ati motër Mesia. Ati është i pavdekshëm, Mesia vdiq. Dhe kush e ringjalli? Ringjalli ati. Ati nuk mund të tundohet. Mesia u tundua në të gjitha pikat, por pa mëkat. Janë disa koncepte të thjeshta që kanë hyrë këto filozofitë në këtë rast e asaj kohe, dhe është një mësim që unë kam gati, kur të shikosh evidenca çfarë ka ndodhur.
dhe si kanë hyrë gjërat në 300 në 400 nga katolik ortodoksët dhe i kanë dhënë mësandaj të përhapjen e denominacioneve. Sot, se kësaj dite, njerëzit mbrojnë këtë filozofinë e trinitetit. 3 persona në një. Mesia nuk është ati. Fryma e shenjtë nuk është ati, është fryma e atit që ati na jep, është del prej tia dhe jep për të vendosur në këtë rast planin e tia, për të ambushur, për të kryer vullnetin e tia. To janë disa gjëra që nuk arrin të kuptojnë atë strukturën, hierarkinë e autoritetit. Ati, përmbi të gjithë, prandaj tha dhe dishepujve, unë do shkoj tek ati tim, tek Zoti tim, tek Elohimi tim dhe tek Elohimi juaj. Si për mua dhe për juaj është ati tonë, thot që është përmbi të gjithë. Unë në këtë rast veproj dhe bëj çfarë në këtë rast ati tim më thotë dhe ai më ka dhënë fuqinë. E prekëm Hebrejnë të 5 komo përpara, që Mesia me lotë dhe përgjërime ju lut atit që ta ringjalte nga vdekja. Atëre si ati do të lutesh e kujt, ati do ringjalte veten e tia, kujt do të lutet ky ati tonë, në këtë rast krijuesi i qiellit dhe i tokës. Kur shikon këtu në ekran vëlla motër, ati i përjetshëm, atë është një titull. Jobi ishte një atë, baba. Davidi ishte një atë, një baba. Abrahami ishte një atë, një baba. Për të tjerët, do thotë që kujdesja e ati në këtë rast, siç kemi neve etrit tanë, apo ishte titull që u jepeshe mbretërve, është një titull në këtë rast që i ata kujdeseshin për popullin. Në të njëjtën gjë kujdeset për ne. Do kujdeset për ne dhe këtu po flet për mbretërinë që do filloj që nga 1000 vjeçari. Princi i paqes. Mbaj mend vëlla motër është princ. Sepse ka një mbretër përmbi princin apo jo. Princi është kush? Është djali i mbretërit. Nga vetë struktura që ne shikojmë në botë sot. Princi është djali i mbretit apo jo. Mbreti tonë kush është? Është ati krijuesi i qiellit tokës, ai është mbreti përmbi çdo person tjetër. Po, Mesia e mori atë në këtë rast titull të mbretit që do jetë përmbi mbretërat që janë në tokë. Por jo përmbi atit. Prandaj ta kuptosh Isaia 9:6, po flet në këtë rast për strukturën që ati i dha në këtë rast dhe ati e deklaroi, e emëroi, e shpalli birin e tij përpara se të linte. Përpara se të krijoshte bota, e deklaroi engjëve krijimin të tij që unë në këtë rast është biri tim që do lindi një ditë, dhe ai do jetë përmbi engjëjt, përmbi njeriu, përmbi gjithçka që unë kam krijuar. Ati ka fuqinë e tij krijuese vëlla motër. Me anë të fjalës ai krijon, sepse është fryma e shenjtë që del prej tij që krijon masandaj dhe jep jetë. Në zana filla një, kush ishte në qërt konteksti? Në fillim ati foli dhe krijoi, sepse fryma i po lundronte në sipërfaqen e tokës apo jo. Do thotë që ati flet me fuqinë e fjalës, fryma mbështet fjalën e atit. Prandaj fryma mbështeste çdo veprimtari që Mesia bënte, përse? Sepse Mesia dëgjonte fjalën e atit dhe ishte bindës, që thotë Hebrejnë të 5, ishte bindës dhe mësoi nga gjërat që ai pësovi. Dhe si u bë çfarë? Autori i shpëtimit të përjetshëm, një atë i përjetshëm, një baba, një mbret, një Elohim i fuqishëm i përjetshëm, mësandaj u vendos në të djathtën e atit, shërben atij në tempullin e qiell, dhe në këtë rast është autori i shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që do t'i binden. Vëlla motër, më lejo të ishte një varg, pa është një mësim më vete, por Gjoni mos gaboj, më lejo ta shikoj atë varg. Gjoni 8, jo, nuk është Gjoni 8, po me 8 fillonte Marku 8. Ja një moment. Po, okay, ja e gjej këtu se kishim më përpara, kemi gati. Luka 8, e dinja që nuk ishte Gjoni, ishte Luka 8:20. Okay. Shiko kur flasim në lidhje, në relacion me fjalën, që themi fjala e atit. Fjala e atit që del nga goja e tij. Vëlla motër, ati ka gojën e tij.
flet ka trupin e tij që është frymë. Flet Moshe, Mojsiu çfarë pa? Kur ati e mbrojti me krahët e tij që të mos shikonte fytyrën e tij që të mos konsumoshe Moshe Mojsiu dhe të vdiste. Çfarë pa Moshe Mojsiu? Kë pa? Pa atin vlla motër, pa kurrizin e tij. Apo jo? Janë raste të veçanta që krijuesi i qiellit tokët ka zbritur për të bërë gjërat e tija të madhërishme, me raste të rralla. Por e gjitha ajo struktura që shikojmë, po ja engjëlli këtu në Jozeu ishte Mesia. Jo vlla motër, ishte një engjëll. Engjëlli i Elohim ishte një engjëll, nuk ishte Mesia që i shfaqeshe më përpara. Nuk mund të marri një person një trajtë më përpara, masandaj zhduket ajo trajtë dhe hyn pasaj në barkun e Miriam dhe u bë njeri. Kur ati flet që fjala e tij mori trup njeriu dhe ne pam lavdinë e tij, fjala në këtë rast në Gjoni 1:1 që përdoret nga Trinitetet si një strukturë e tyre mbështetëse, dhe që nuk flet fare në Gjoni 1:1 në këtë rast, dhe po flet vetëm për Atin. Dhe fjala e tij ishte Elohim, kishte kapacitet hynor, kishte fuqi hynore. Dhe po flet për Zanafillën 1:1 në Gjoni 1:1. Do ta prekim dhe atë Gjoni 1:1 se shikoj ku po në fryma po na çon lavdiatit vërdall. Luka po flisim, Lukas që është emri i vërtetë. Në Luka 8 vëlla motër. Kur unë lexova këtë dhe kur e lexoj tani me sytë e Mesias të vërtetë, mua më futi frikën sepse shtymi thotë që disa ju afruan dhe i thanë që Gjon, nëna jote, vëllezërit e tu janë jashtë dhe duan të shohin. Tha dhe ju përgjigj tha që nëna ime, vëllezërit e mi janë ata që çfarë dëgjojnë fjalën, dëgjojnë fjalën e Elohim dhe çfarë vënë në praktikë. Prandaj kur shikojmë në Jobi 1, dëgjimin e asaj fjalëve që ishte ligji përsosur, ka të bëjë me të vënë në praktikë, se ndryshe jemi si njeriu që shikojmë veten në pasqyrë dhe harrojmë, dhe sot kanë harruar shumë në këtë rast për mos e vënë në praktikë vëlla motër. Asnjëri prej nesh, as unë këtu mua përfshire që shikon, nuk jam i përsosur dhe nuk i vë në praktikë të gjitha urdhrimet e tij akoma. Po ngulmoj, po vazhdoj në këtë rast të meditoj tek ligji i tij ditë e natë që ta zbatoj që të jemi frutshëm, që jeta tënde dhe time të shpëtohet, vëlla motër, sepse kur ti do ecësh në urdhrimet e tij, do shpëtosh veten tënde dhe ata që të dëgjojnë. Kur shkrimi thotë në ligji për 36, dëgjo o Izrael se Jahu është një. E ka fjalën, ajo konteksti e fjalës dëgjo nga hebraishtja ka të bëjë jo vetëm me dëgjimin e dëgjova fjalën në veshin tim. Në kontekstin hebraik, fjala dëgjo ka të bëjë dëgjoje dhe praktikoje. Dëgjoje dhe zbatoje. Nuk mund të ndash dëgjimin nga praktika, vëlla motër. Te po thoshte Mesia ishte izraelit dhe po i thoshte popullit të tija që ata që në këtë rast po më kërkojnë nëna dhe vëllezërit e mi, ndërkohë vëllezërit e tij të gjakut nuk e ecinin siç duheshe, se tregon një nga festat ku Mesia donte të praktikonte, dhe ata i thonë po ti nuk shkon në tempull të praktikosh festat e Atit? Dhe Mesia në këtë rast i tha koha time, tha nuk ka ardhur akoma, tha. Po për ju është këtu, tha. Për ju, po e thoshte vëllezërit e tij të gjakut në shtëpinë e tij, që Miriam lindi mbas Mesias me Jozefin. Miriam, dim që është emri i saj i vërtetë, nuk është Maria. Maria u lind nga katolicizmi. Nëna me djalin në dorë, Vlashi me djalin në dorë, ishte Semiramis me Tamuzin në dorë që lindi që në atë kohë. Dhe prandaj shikon të praktikat e katolikëve vinë që nga Mesopotamia, nga Babilonia, nga Egjipti. E futën brenda, si e përmenda pak më përpara. Këto gjëra i pëlqejnë në këtë rast, po i pëlqejnë besimtarve këto praktikat e botës dhe hajti praktikojmë dhe të vendosim dhe neve që t'i sillim brenda në kishën tonë, na shoqëruar në kishën e tyre. Të njëjta gjëra ndodh sot në protestantët që
kanë të njëjtat festa dhe mundohen që të sillin botën duke mbajtur festat pagane. Si do jemi veçuar? Si do jemi të mbarë, vlla motër, nga mëkati, nga Babilonia që ati na thërret me zemrën e tia, me frikë, me dridhje, thotë dilni o populli im nga Babilonia. Të njëjtën fjalë që më foli 3 vjet më përpara kur ishim dhe motra Elizabeta ti dëshmon motër si ishim dhe kush ishim në atë kohë, por në momentin që unë fillova të predikonja atë ndarjen e vërtetë nga Babilonia, që janë urdhrimet e tija që na veçojnë nga Babilonia, na veçojnë nga mëkati, nga vera e Babilonës së madhe, aty masandaj njerëzit, jo, ne nuk kemi pjesë me këtë gjë, sepse neve duan të mbajmë traditat tona që kemi patur. Por vlla e motër, ja ku janë evidencat, fola për gati 1 vit e ca me ata që ju patë në foto, që janë të shpërndarë në tërë botën. Por zemra nuk donte të praktikonte urdhrimet e Atit dhe zemra sot e kësaj dite nuk do t'i praktikojë vëlla. Unë e di që është një betejë në jetën tonë. Kush tha se është në këtë rast është e lehtë të praktikosh urdhrimet e Atit në disa koncepte të caktuara, por nuk janë të rënda, thot shkrimi. E di sepse nuk janë në këtë rast të kemi betejën, sepse kemi kundërshtimin vëlla motër, ndaj satanit që ti dhe unë të mbajmë urdhrimet e Atit. Përse? Okej, le të kalojmë në Mateu. Do të kalojmë në Mateu. Mateu 4. Mateu 4. Është një mësim më vete, por Mateu 4 e kemi. Mateu 4 flet për 3 tundimet, dhe nuk ka filluar ministria e tij, por unë do të kaloj në tundimi i fundit. Tundimi i fundit, nëse kam këtuja duhet ta kem ndoshta, por tundimi i fundit ishte tundimi dhe oferta që Satani i bëri Mesias. Ta kisha këtu, po, okay, lavdjat. Ja ti marrim ato. Në ndoshta dhe ju që shikoni në ekran, për ju më motra qeni këtuja, si shtash, ky mësim do jetë për neve këtuja dhe nuk postohet jashtë, sepse do ta bëj në mënyrë të mirë, por megjithse fryma po vazhdon të ta shikoj. Mateu 4. Ne po flasim për atë përse në këtë rast asamblea sot nuk po nderon gjakun e beslidhjes së Mesias, apo çfarë po ndodh. Kur këtu, vlla motër, për ju që jeni këtu, motra, kur lexoni shkrimin, shiko kontekstin ku është shkruar ai shkrim, çfarë po ndodhte në atë kohë, bëj pyetje shkrimit vet. Kush ishte personi? Okej, Mesia ishte në shkretë të tjera, akoma nuk ishte filluar predikimin e lajmit të mirë. Megjithëse më vonë masandaj kemi dëshmi çfarë ai predikoi. Por aty në këtë rast kur Mesia thotë që njeriu do të rrojë me çdo fjalë që del nga goja e Elohim, me çdo fjalë që kishte dalë, sepse Mesia akoma nuk ishte filluar në shërbesën e tij. Kë kishte ligjin nga Mateu, nga Zanafilla deri tek Mateu që Mesia kishte. Pikërisht atë që na thotë që kush është me mua, kush është dhe do jetë në beslidhjen time, është ata që dëgjojnë fjalën e Atit tim Elohim dhe vënë në praktikë. Jemi prapë në Luka 8. Në Luka 8 është shërbesa e tij që po vazhdon. Të thotë për fjalën e Atit, që ai kishte urdhrimet e Atit e ka fjalën vëlla motër. Sepse nëpërmjet tyre ne verrojmë, dëgjojmë në këtë rast të urdhrimet e Atit dhe fillojmë t'i vëmë në praktikë. Nuk janë. Ngulmojmë në ligjin e përsosur që na jep lirinë, se mëkati dim që na fut në skllavëri. Të do Satani. Atë do të mbaj peng një drejtues sot, se po e mbajti peng, pastaj vaji që flet në Psalmi 133, mos gëpoj 133, që ai vaj që zbret nga mjekra thotë e Aronit. Aroni kush ishte? Ishte kryeprifti, vëlla motër. Se është kryeprifti jon kush është? Vaj që zbret nga kryeprifti toni përsosur, Mesia që do t'japi drejtuesve në kishë. Ai vaj masandaj shpërndahet në përcepat e rrobave.
roba kush është? Në ana figurative është kisha e tia. Gjymtyrët që jemi neve. Faji masandaj që zbret nga Mesia që ati i dha, atë autoritet që t'ja japi, kujt, drejtuesve që të shpërndahet masandaj. Po kur sot ke një vaj që është kundra urdhrimeve të atit, ke vajin e të liku, ke verbimin, nuk ka dritë, sepse në qoftë nuk i përmbahen ligjit dhe dëshmitës është sepse nuk ka dritën e ta. Ligji është në dritë, fjalë të urta 6:23, Llamba në këtë rast që duhet jetë në jetën tonë, në këmbët tona, urdhrimet e atit dhe çdo urdhrim që ti dhe unë mbajmë çdo ditë, ne po ecim drejt atij shtegut në këtë rast që ne nuk dimë, por e dimë që po ecim në dritë. Kjo është çfarë Mesia po thoshte edhe në Mateu 5, vëlla motë. Në Mateu 5 thotë që ju jeni drita e botës. Nuk ka fjalën që ti dhe unë të shkelim urdhrimet e atit dhe që kemi drita. Nuk jemi bitet e ligut në atë mënyrë kur vazhdojmë të influencohemi dhe shkelim ligjin e tia. Po influencohesh nga gjërat nga veti ligu me pak fjalë. O influencohesh nga fryma e shenjtë ecën në urdhrimet e atit. O i le urdhrimet e atit ka hyrë në këtë rast influenca tjetër që është i ligu. Sepse në një farë konteksti na ka verbuar në një pjesë aspekt të jetës tonë, si ty dhe mua, vëlla motër, në të njëjtën aspekt neve po punojmë për ato verbime që ati na ndihmojnë që ne të ecim plotësisht në urdhrimet e tija. Kur kemi Zekaria, Elisheva, Elizabeta që ishte prindrit e Johanan Pakzorit, ta ecin pa përmeta në të gjitha urdhrimet e atit, duke qenë në këtë rast fjala thotë blameless, të paqortueshëm në anglisht. Neve shumë herë në këtë rast i shikojmë ato vargje, por le të hyjë në zemrën tonë dhe le të vendosim që neve të vëmë në praktikë fjalën e atit, që është urdhrimet e tija, që ta ruajmë në zemrën tonë, që të mos mëkatojmë kundra atit. Këtë që thoshte Davidi në Psalmin 119 që po flet për ligjin e përsosur, që neve i ruajmë urdhrimet e tija, masandaj nuk mëkatojmë kundra atit. Dhe krahat e tija na mbulojnë. Na vjen e mira, na vjen bekime që ati do, vëlla motër. Por jo sepse folëm dhe pak më përpara. Jo sepse çdo bekim masandaj që neve shikojmë në këtë botë na vjen për atit. Vinë bekimet të atit dhe shkrimi thotë që bekimet e atit, the blessing, bekimet e atit nuk sjellin thotë shqetësime, e thotë një shkrim. Bekimet e atit nuk sjellin shqetësime, nuk sjellin rëndesë. Po shikoj sot njerëzit që kanë pasuritë apo kanë të mirat, janë gjithmonë duke kërkuar për ta patur atë gjë që në këtë rast nuk ngopet shpirti i tyre. Ajo është në këtë rast mos ngopja. Ato janë shqetësime që ato pasuri sjellin. Kurse bekimet e atit nuk sjellin ato gjëra. Kur vjen një gjë e mirë e atit, vjen dhe ti dhe unë gëzohemi dhe menaxhojmë masandaj për të tjerët, për mbretërinë e tija, duke ditur që ati ka folur për aspekte të tilla që të mos na zerë ajo bekim apo ajo prosperitet në jetën tonë, të mos na zejë zemrën. Dhe si na zë, masandaj largohemi nga urdhrimet, largohemi nga mbledhja e veçuar, largohemi nga sabati i tij, të gjitha këto gjëra sepse neve duam të marrim diçka, sepse në zemrën tonë nuk ka në këtë rast plotësisht urdhrimet e atit dhe mendja mishore do të bëjë. Mendja mishore çfarë është? Është epshi, vëlla motër. Epshi dua të kem këtë gjë, dua të kem atë gjë. Nuk bëhet vetëm epshi me anë të immoralitetit. Epshi ka të bëjë shumë herë në këtë rast me gjëra që neve dëshirojnë që syri shikon, apo mendja jonë mendon që kjo është e mirë, unë duhet ta kem. Po dale, a është sipas urdhrimeve të atit? Sepse kur neve heqim urdhrimet, atë standardin, atë si thua kushtetuta që është e atit, masandaj shkojmë në hapësira që nuk janë të mira, vjen qortimi, masandaj edhe neve kemi ato periudha tona, secili për nesh i ka, vëlla motër. Por duhet të mësojmë nga gjërat që neve kalojmë dhe pësojmë, vëlla motër. Sepse çdo ecje, çdo vendimarrje që neve bëjmë ka pasoja, si nga ana e mirë dhe nga ana e keqe. Shikoj sot pasoja që po ecin tash në quajtur besimtarë duke praktikuar gjëra të tjera që nuk janë biblike.
mos mendojmë se ato janë gjëra të mira përpara Atit. Ati tha që unë kam anashkaluar ignorancën në të rast atë pavedien, po për na thërrej të gjithë në pendim. Pendim për çfarë? Unë ktheva, ja tash I besoj. Vërtet? Po besoj dhe po e praktikoj. Po besoj tek biri tia dhe po ecë në urdhërimet e Atit. Kjo është tër paketa që ka folur që nga fillimet. I kemi folur vëllai. Okej, le të shikojmë. Në tundimin e parë dim që parë përmendi, në 3 tundimet, po në tundimin e parë përmendi ligji që del nga goja e Elohim, ne të rrojmë nëpërmjet asaj fjale dhe ta zbatojmë. Masandaj thotë që ne tundimi I dytë, ja një sekondë sa ta gjej vëlla motor se pas ka kaluar këteja. Pas ka marrë goxha. Në tundimi I dytë fletë që masandaj okej, pas ka kaluar shumë. Ja ta shikoj. Mateu, është shumë e rëndësishme Mateu 4, vëlla motor. Mateu 4 flet. Mateu në përgjithësi është limbri I mbretërisë, por ndjallja e çoi në qytetin e shenjtë e veçuar për Jeruzalemin dhe vendosi në majën e tempullit. Dhe I tha nëse je biri I Elohim hidhu poshtë sepse është shkruar. Hidhu poshtë, sepse dhe unë e di shkrimin, e di psalmin e thënje, tha Satani vetë. Hidhu poshtë se Ati tha do t'japi urdhër engjëllve të tij për ty, që ata do të mbajnë duart e tyre dhe ti të mos në këtë rast të mos ndeshësh me kemën tënde në një gur, tha. Përmendi psalmin e thënje, vetë Satani. Ndërkohë sot theme, po ja dikush po flet, përmendi shkrimin. Po praktikon urdhërimet e Atit vëlla motë. Ai është profeti I vërtetë. Ka besim tek Mesia, praktikon urdhërimet e Atit. Dhe për një zyre që të jetë funksionale një apostulli, profeti, ungjilltari, pastori, mësuesi, duhet të ketë këto 2 elementet me patjetër. Dhe kur ti ketë këto, sepse ka rrugën e vet, mund të ketë filluar si të tërë neve, fillon sepse ai është veçimi I lavdjatit që bëjmë, edhe për neve që shumë ku kemi qenë. Unë mbaj mend veten time kur isha në fillimet e besimit. Praktikoja disa gjëra normal që shumë prej të tjerave masandaj shkelja. Por një person që pretendon që ka një titull, nuk mund të jetë në këtë rast I ndotur, po kam vetëm një gjë unë. Kur ajo zyre vendoset nga Ati dhe është e thirrur prej tij, është sepse Ati ka parë që ai ka urdhrimet e mia dhe ka besim tek mua dhe tek biri tim. Atëherë tani është në gjendje të mësoj të tjerëve. Po çfarë mësojnë sot ta shoqëtojnë zyrat? Mësojnë pa udhësinë, mësojnë derat pagane, festat pagane, ku nuk praktikojnë festat e Atit. Sot, siç përmendet, është dita e parë e muajit të 4. Është dita e kujtimit, quhet Ati ka vendosur dhe mund ta shikojmë dhe shkrimin. Ati vendos, po ta shikosh dhe ti në ekranin tënd, ka vendosur që sot dita e muajit të kalendarit të tij është një ditë të kujtimi vëlla motër. Pas kam hequr çdo gjë tjetër. Më fal, se pas kam apo jo. Ja ta gjej. Në numrat një nga urdhërimet e tij, në numra 10 thotë, kështu në ditët tuaja të gëzimit, në festat tuaja të caktuara, në fillim të muajve tuaja të parë. Okej. Çfarë do t'i bëjmë? Do t'i bjem burisë së shofarit. Unë e kisha, por e lash në Shqipëri, e lash për asamblejnë e lash për asamblejnë në Shqipëri me pak fjalë. Dhe realisht sot duhet kam transportositur për të marrë një tjetër, sot I biet në këtë rast shofari, buris, sepse është urdhrimi I tij. Shpresoj që të kishin ndentur dhe për të dëgjuar motrat, por nëse kanë kohën e vet.
kështu në ditët tuaj të gëzimit, në festat tuaj të caktuara, në fillim të muajve të parë do t'i bini burive, lavdiatit. Në atë kohë, normal që kishim tempullin që beshin sakrificat, flijimet, thot, dhe kështu ato do të bëjnë që të kujtojeni, thot, përpara Elohimit tuaj, unë jam Jahve Elohimit tuaj. Kjo ditë është fillimi lavdiatit, fillimi i muajve të parë. Dhe në muajin e parë, normal që neve duhet të zbatojmë urdhrimet e Atit. Masandaj, kemi në libri i Enokut, kur flet për festat, kalendarin biblik, le ta hedhim në ekran. Ato që po thesha pak më përpara, këto libra farisinjtë në shekullin e dytë nuk donin që t'ja hiqnin, t'i kishtin dhe i hoqën nga Bibla e tyre në 10 vjetër, sepse në to fliteshe kalendari biblik, në to fliteshe Mesia, dhe çdo llogaritje që masandaj ata nuk donin, sepse kishin kalendarin e Babilonisë, që kanë sot me shikimin e henës, me draprin e henës, elbin e të gjitha gjërat që praktikoheshin në Babiloninë dhe në Egjiptin atëhershëm. Sepse është festa e javëve dhe po flet për ditën e Pentakostit, sepse është festa e javëve, festa e frutave të para. Kjo festë është e dyfishtë, me një natyrë të dyfishtë, sepse asaj që është shkruar, sipas asaj që është shkruar dhe gëdhendur për te. Gëdhendur ku? Ku jemi në Enoku ishte profeti në këtë rast që ishte përpara Mojsiut, përpara Avrahamit, ndërkohë ata kishin kalendarin dhe kishin festa tashme. Këtu shikojmë festën e Pentakostit përpara, se në këtë rast tu shkrueshe apo tu rithlueshe popullit në Eksodin më vonë. Kjo ishte pothuajse 400, 500 vjet, 600 vjet më përpara se të zbriste masandaj në këtë rast 10 urdhërimet që u shkruan, 10 urdhërimet vëlla motër, u shkruan që populli i Izraelit të merrte rafinimin, sepse i kishin harruar, ishin në kaptivitet për 430 vjet në atë kohë. Gjithsesi, thotë që sepse kam shkruar në librin e ligjit të parë, në atë që kam shkruar për ty, që ti ta festosh atë në stinën e tia një ditë në vit, ishte dita e Pentakostit. Kështu unë të shpjegova flijimet e tij që bijtë e Izraelit duhet ta kujtojnë dhe duhet ta festojnë atë brez pas brezi në këtë muaj, një ditë në çdo vit. Dhe në hënën e re të muajit të parë, dhe në hënën e re të muajit të katërt, dhe në hënën e re të muajit të shtatë, dhe në hënën e re të muajit të dhjetë, janë ditët e përkujtimit dhe ditët e stinëve të 4 ndarjeve të vitit. Këto janë shkruar dhe caktuar si dëshmi për gjithnjë, për hera, për jetë, thot. Dhe Noa i caktoi ato për veten e tij si festat, për brezat për gjithmonë, kështu që ato janë bërë një kujtim për te. Tani, vëlla motër, hëna e re, kur flet për të hënën e re, është një mësim vete që unë po e rishikoj, sepse hëna e re duhet kujtuar. Prandaj thot shkrimi në Kolosianët 2 kur flet që është hija e gjëra që do vinë, thot, mos ju gjykojnë paganët, thot, për ju sepse mbani hënën e re, urdhrimet e Atit, sabatin, festat e tija, sepse në këto do mbahen në 1000 vjeçarin, thot, nga një hënë e re, nga hëna tjetër, nga një sabat në tjetrin do vinë të më adhurojnë, thot Jahve në Jeshaja në Isaia 66, në Ezekieli 45. Prandaj dua që ta bëj një mësim vete. Hëna e re përcakton shikimin e hënës, në këtë rast që është ajo hëna, me sa kuptoj unë tani, është hëna që është zbetë. Në atë moment hëna ka filluar të rigjenerimin e saj. Hëna e plotë është tjetër, kur neve shikojmë hënën e plotë. Ato janë disa aspekte që neve duhet të shikojmë. Dhe kemi 4 të hëna të reja në vit që quhen ditët e përkujtimit.
ditët e përkujtimit, janë ditët e përkujtimit që do t'i shikojmë imtësi, më lejoj që të mbaroj dhenin e kalendarit si llogaritet. Masandaj aspektet e tilla të hënës së re, të gjitha llogaritjen, masandaj do t'i shikojmë për lavdi të emrit të Tij. Okej. Vazhdojmë në shkrim, më fal. Vazhdojmë në shkrimi. Dimë, vëlla motër, që në fillim të muajve, siç tham, në fillim të muajve të parë, dhe sot është dita e parë e muajit të katërt, në fillim të muajve tuaj të parë, do t'i bini burive. Le të shikojmë për te. Në Psalmi 81, vargu 1 deri në 4. I këndoni me gëzim Elohimit forcës sonë, lëshoni britma gëzimi për Elohimin e Jakovit. Lartoni me këngë dhe I bini dajres, harpës, melodioze bashkë me liren, I bini borisë ditën e hënës së re, ditën e hënës së plotë dhe ditën e festës sonë, sepse ky është një statut për Izraelin, një ligj I Elohimit të Jakovit. Dhe shikojmë këtu, vëlla motër, që thotë ka një festë në çfarë? Në ditën e hënës së re, në ditën e hënës së plotë dhe në ditën e festave të Atit. Aprosim. I shikojmë vargjet. Prandaj thash që dita e hënës së re dhe dita e hënës plotë, masandaj do t'i shikojmë, janë dëshmojnë masandaj për kalendarin e Atit, dëshmojnë, por ne kemi kalendarin solar që Ati masandaj ka vendosur bashkë me hënën dhe bashkë me yjet që janë në këtë rast të engjëjt e Atit, nuk janë planete, vëlla motër, yjet që shikon. Është një mësim që unë do ta bëj së shpejti, e kam gati për që ti ta kuptosh. Le të shikojmë Enokun 81. Dhe ai I thotë, e ka fjalën për engjëllin, më tha, vëre Enoku këto pllaka qellore dhe lexo çfarë është shkruar në to dhe shëno çdo fakt specifik. Dhe unë I vëzhgova pllaka qellore dhe lexova gjithçka që ishte shkruar në to dhe kuptova gjithçka. Dhe lexova librin e të gjitha veprave të njerëzimit dhe të gjithë fëmijëve të mishit që do të jenë në tokë deri në brezat më të largët që jemi neve. Dhe menjëherë e bekova Jahun e Madh, mbretin e lavdisë për gjithmonë, dhe atë që ai ka bërë të gjitha veprat e botës, dhe lavdërova Jahun për shkak të durimit të Tij dhe bekova atë për shkak të fëmijëve të njerëzve. Dhe pas kësaj thashë, I bekuar është njeriu që vdes në drejtësi dhe mirësi, për të cilin nuk ka shkruar asnjë libër pa drejtësie, dhe kundër të cilit nuk do të gjendet asnjë ditë gjykimi. Dhe ata 7 të shenjtë për engjëllit më sollën dhe më vendosën në tokë përpara derës së shtëpisë sime dhe më thanë: shpallja gjithçka birit tënd me Tustelahut, dhe tregoju të gjithë fëmijëve të tu se asnjë mish nuk është I drejtë përpara Jahue dhe ai është krijuesi I tyre. Një vit do të lëmë me birin tënd derisa të japësh urdhrimet e tua të fundit, thot, fëmijëve tënd, që të mësosh fëmijëve të tu dhe t'ua shënosh atë atyre, dhe t'u dëshmosh të gjithë fëmijëve të tu, dhe në vitin e dytë ata do të marrin nga mesi I tyre. Zemra jote le të jetë e fortë, sepse të mirët do t'u shpallin drejtësisë të mirëve. Të mirëve do t'u shpallin drejtësinë të mirëve.
kush janë të mirët? Ata që dëgjojnë, kanë një zemër të butë, të përullurit. Do të shpallin drejtsinë. Kujt? Drejtësia e urdhërimeve të Atit. Lajmin e mirë të mbretërisë, Mesian vet, i drejti, i miri, i veçuari, i shenjti. Dhe i drejti me të drejtën do të gëzohet dhe do të urojë njëri tjetrin. Ja ku kemi miqësinë, i drejti me të drejtin gëzohet, janë miqësinë së bashku, dhe masandaj thot gjaku i Mesias na pastron, nëse kemi kryer pa udhësi. Por mëkatarët do të vdesin me mëkatarët, ata që vazhdojnë të shkelin ligjin e Atit, por mëkatarët do të vdesin me mëkatarët dhe apostati do të bjerë poshtë me apostatin. Fjala apostati këtu vëlla motër ka të bëjë me fjalën që do thotë ata që janë të rënët, të larguarit, të ikurit nga urdhrimet, nga besimi ndaj Atit, sepse në momentin që një person nuk do të zbatojë urdhrimet e Atit, ka rënë nga besimi, sepse nuk beson në urdhrimet e Atit. Dhe ata që praktikojnë drejtsinë do të vdesin për shkak të veprave të njerëzve. Çfarë do të thotë? Do thotë që ata që do deklarojnë drejtsinë dhe do përndiqen, dhe ka disa prej tyre thotë që do vdesin për shkak të veprave të këqija të njerëzve, sepse do ekspozohen veprat e këqija me anë të lajmit të mirë, urdhërimeve të Atit. Dhe këta njerëz masandaj do përndjekin ata që praktikojnë drejtsinë. Dhe do të merren thot për shkak të veprave të pabesëve. Ja, si atë që thesha pak më parë. Dhe në ato ditë ata pushuan së foluri me mua, engjëjt, po flet për Enokun, pushuan së foluri me mua thot, dhe unë Enoku thot erdha në popullin tim duke bekuar Jahuen e tokës. Dha motër, po ta shikosh fjalën apostati këtu ja, po flet që mëkatarët do të vdesin me mëkatarë dhe apostati do të bjerë poshtë me apostati. Megjithëse flet për zbulesën 22, ai që është i drejtë le të praktikojë drejtsinë, ai që është mëkatar le të vazhdojë të mëkatojë, thotë. E ka fjalën që këta njerëz duhet të kthehen, por ja që po vazhdojnë të praktikojnë gjërat e tyre dhe masandaj do vi thotë gjykimi thotë sipas gjykimit të Atit. Po ta shikosh në ekranin 8. Në 2 Thesalonikasve 2, apostulli Shauli po thotë që thotë ju lutem o vëllezër, lidhur me ardhjen e Zotit tonë Jashua Mesias dhe me tubimin tonë me te, të mos lejoni që me njerë t'ju prishet mendja prapë, të mos të rriqeni me gjëra të gabuara në mendjen tuaj, thot, ose të trazoni prej fryme në zemrat tuaj. Po thot, mendjen dhe zemrën. Zemra është fryma vëlla motër. Thot as prej fjale, thot, as prej ndonjë letre gjoja të shkruar prej nesh, thot. Ndoshta u kanë të tjerë, thot, por ju thot mos u gënjeni, thot. Se thuaj kur thot disa thonë thot që erdhi dita e Mesias, thot. Askush të mos ju gënjejë kurse si, sepse ajo ditë nuk do të vijë, thot, për ardhjen e Mesias Jashuas, thot, pa ardhur më përpara rënia. E ka fjalën për apostatinë, apostasia është fjala nga greqishtja që shikon këtu për fjalën rënien. Pa u shfaqur të njeriu mëkatit, njeriu humbjes. Flet për antimesian, antikrist. Po fjala këtu rënia është fjala apostasia. Fjala apostasia, po ta shikosh nga leksikoni këtu vëlla motër, kemi të bëjmë me fjalën greke që nga përmbledhja e përdorimi biblik do të thotë një rënje, një devijim, një apostasi. Çfarë po thoshte Enoku? Që mëkatarët do të vdesin me mëkatarë dhe apostati do të bjerë poshtë me apostat. Besimtari thotë që po të riqet në gënjeshtra, në mendje mishore, thotë, nuk do të zbatojë urdhrimet e Atit, ata do bjen poshtë, thotë. Do bjen poshtë. Prandaj sot ka rënë shumë nga besimi sepse për fat të keq janë larguar nga urdhrimet e Atit, nga festat e tija biblike, që sa po lexuam pak më përpara, lexuam në librin e Enokut që në Juda 1:14, siç e dim, apo
është një mësim vete për të gjitha shkrimet që ka cituar Pietri, dhe unë dua që të inkurajoj zemrën tënde për të dëshmuar, vëllai, dua të dëshmoj në zemrën tënde që libri i Enokut, i Jubileut, janë libra që ishin shkruar nga dora e frymës së shenjtë. Në qoftë se kam këtu ja. Po e kam. Vëllai, le ta kalojmë këtë edhe më së ndaj do ta mbyllim. Por ti duhet të jesh familjar, duhet të jesh i njohur me Gjonin Tate të një vargu apo jo. Okej. Këtu kemi atë konfrontimin me farisejt dhe Mesia po fletot, por ju thot për farisejt, ende se keni njohur thot sepse unë e njoh, po flet për atin, thot ju farisejt nuk e njohni atin, nuk e njihni atin tim. Ju thoni me buzët tuaja po çfarë? Po praktikoni thot. Thot, por ju ende se keni njohur kurse unë e njoh dhe po të thoja se nuk e njoh, do të isha gënjeshtar si ju. Unë e njoh atin tim. Përse? Sepse zbatoj urdhrimet e tia. Njohja vëllai, marrëdhënia, intimiteti me atin, kur neve zbatojmë urdhrimet e tia, festat e tia, sabatin e tij, lavdjatit. Por thot unë e njoh, ja ku thot, unë po mendoja pas vargu, po unë e njoh atin tim dhe zbatoj fjalën e tia. Prandaj vëllai çfarë na tha në Luka 8. Ja ku kemi Luka 8. Ata që janë me mua, thot, nëna ime dhe vëllezërit e mi, janë ata që dëgjojnë fjalën e atit tim dhe e vënë në praktikë atë fjalën e atit tim. Fjalën që kishte Mesia në atë kohë ishte në urdhrimet e atit. Unë e njoh atin tim, thot, dhe e zbatoj fjalën e tia, mbaj urdhrimet e tia me pak fjalë, po thoshte vëllai. Thot Avrahami ati juaj, tani kalon thot. Avrahami ati juaj nga zëllohej në shpresën që do të shinte ditën time, për ardhjen time. Dhe e pa, dhe u gëzua. Vëllai, po të kërkosh në tërë dhjatën e vjetër, nuk ka asnjë lloj shkrimi në Biblën tënde që të dëshmojë që Avrahami pa ditën e Mesias dhe u gëzua. E di pse? Sepse është vendosur ai shkrim në librin që farisejt e hoqën. Dhe prandaj Mesia po citonte këtu librin e Jubileut për të thënë që ato libra që ju i keni hequr, që keni kategorizuar që nuk do t'i ketë populli i Izraelit, në ato libra, Avrahami, në këtë rast, pa këtë ditën shpresën time dhe u gëzua. Ja ta lexojmë ku Avrahami e pa. Jubileu 16. Dhe ai, për Avrahamin, ndërtoi një kasole për vete dhe për shërbëtorët e tij në këtë festë. Festën e tabernakuleve, të kasollave, 7 ditë. Ati thotë që ndrojmë. Ndërkohë Avrahami po i praktikonte para. Prandaj kur vllai thotë që festat e atit si ishin dhënë vllai përpara se të vinte ligji. Ligji erdhi dhe vendosi të shkruajtura. Pastaj shikojmë Mojsiun që filloni shkruan këto për t'ia lënë në gjeneratës që do pasonte. Ati tha shumë gjëra, masandaj, për atë aspekt që i përkiste popullit për të rikujtuar beslidhjen që ai po bente me popullin e tia, me Izraelin. Por Avrahami ishte një jude, një hebre, dhe kemi persona të veçuar që ati kishte zgjedhur për të bërë beslidhjen e tia. Adamin, masandaj, kemi Enokun, kemi Avrahamin, Mojsiun, njerëz që ati zgjidhte për të transmetuar ligjet e tia. Përse thot shkrimi në Zanafilla 26 që Avrahami ishte besnik ndaj atit dhe beslidhjet e tia, duke ecur në të gjitha ligjet dhe urdhrimet e atit. Ndërkohë,
ligji erdhi 430 vjet mbas Abrahamit. Ishin dhenë vëlla motër më përpara. Le të vazhdojmë. Dhe gjatë këtyre 7 ditëve, më fal. Dhe ai ndërtoi kasole për veten e tij dhe për shërbëtorët e tij në këtë festë. Dhe ai ishte i pari që festoi festën e tabernakullve në tokë. Abrahami. Dhe gjatë këtyre 7 ditëve ai sillte çdo ditë në altar një ofertë të djegur për Jahuen, 2 qe, 2 desh, 7 dele, 1 cjap si ofertë për mëkatin, që ai të mund të shlyente me anë të saj për veten dhe pasardhësit e tij. Ja ku kemi zyrën e priftit të Abrahamit, që festoi i pari festën e tabernakullve në tokë, se mbante kalendarin e Enokut, që është kalendari biblik që kemi sot, lavdiatit. Dhe si ofertë të falënderimi çonte 7 deshë, 7 keca, 7 dele, 7 cepë me ofertat e frutave dhe frutat e tyre të pijeve, dhe ai dogji të gjithë dhjamin e tyre mbi altar një ofertë e zgjedhur për Jahuen për një aromë të këndshme. Dhe në mëngjes dhe në mbrëmje ai dogji substanca aromatike, tejmanin, galban, stackë në këtë rast, nardë, mirë, erza, dhe në këtë rast një tjetër, këtu do ta përkthej mirë se nuk e ka përkthyer mirë por të fjalë. Dhe të gjitha këto të 7 ai i ofroi të shtypura, të përziera, së bashku me një pjesë të barabarta dhe të pastra. Dhe ai festoi këtë festë për 7 ditë, festa e kasolleve, që është e përjetshme, prandaj thotë atë që festat e mia janë të përjetshme. Dhe guzua me gjithë zemër, me gjithë shpirt, ai dhe të gjithë ata që ishin në shtëpinë e tij. Dhe nuk kishte asnjë të huaj me te, as në një që ishte i pa rreth prerë. Fizikisht. Beslidhja e rreth prerjes e përjetshme që ati dha në Zanafilla 17. Vëlla motër, libri i Enokut, libri i Jubileut, janë pjesë dhe janë Zanafilla e në këtë rast që shton dhe janë gjëra që neve duhet të kishim, sepse më thuaj ti në Zanafillën apo në të tërë ligjin e Atit nuk kemi instruksione që si të praktikojmë kalendarin, kush është kalendari i Atit, sepse ishte dhënë, por njerëzit e korruptuar atëherë i morën i hoqën. Ndërkohë këto libra ishin deri në 1600 në Biblën King James, apo janë aktualisht sot në Bibla të ortodoksëve etiopianë e tjerë. I lem çfarë praktikojnë ata, nuk janë gjëra të mira, po flasim kontekstin që këto libra janë dhe duhet ishin dhe do jenë në kanonin e mirë të rafinuar që do bëj, masandaj kush ka veç në Shqipëri dhe gjenerata që do vinë, le ta mbaje. Le të ketë Biblën e vërtetë, jo Biblën e pjesshme. Që gjeneratat që do vinë të dinë që ja ku janë mësimet dhe ja ku janë gjëra që janë hequr, dhe lutemi Atit që të lindja ajo gjeneratë dhe që të marrin prej mësimeve që kemi në kanalin tonë, që të ngrihen të tjerët që të mësohen prej mësimeve, dhe çdo vaj që Ati ka vendosur tek mua për hirin e tij, siç unë marr prej ata që kanë shkuar përpara meje, përse sepse Ati ka vepruar ndër gjenerata. Që një ditë masandaj fëmijët tanë, vëllezër e motra në Shqipëri, të rinj apo të mëdhenj, të marrin prej mësimeve të mira. Dhe unë e di që shumë prej tyre po marrin, vëlla motra. Unë e di, janë plot i besimit që në Shqipëri po marrin. Kanë kohën e vet, kanë rrugën e vet. Por po rafinohen, po veçohen avash. E di që është një proces çiki. Ajo toka kur është e ngurtë, kur fillon masandaj ta punosh, është çike vështirë, do kohën e vet. Por lutemi që fryma e shenjtë masandaj të zbuti nga çika, në tokën, në zemrën e ngurtë, që edhe ata masandaj duke pranuar vet fillimisht, më duke hapur nga çik, fryma vaj masandaj, ajo uji që del nga froni i Atit, veprimtaria e frymës së shenjtë të veprojnë në zemrat e tyre masandaj, dhe mendja masandaj ripërtrihet, veçohet, largohet nga çdo verbim, nga çdo magji që Satani le në mendjet e besimtarëve.
ndërkohë rreth prerja vëllai ishte apostulli Shaul që predikonte. Është vulosja dhe shenja në këtë rast për besimin që neve kemi. Është më vete kam gati mësimin, por gjithsesi do t'i flasim më vonë. Tani, kontekstin që po flisnin vëllai ishte që Avrahami pa dhe u gëzua për shpresën në këtë rast që do vinte për Mesian. Ndërkohë, ku kemi asnjë shkrim nuk ka në Dhjetën e Vjetër që Avrahami pa ditën e tij dhe u gëzua. Le ta shikojmë si Avrahami e pa. Dhe Avrahami ai bekoi krijuesin e tij dhe që kishte krijuar atë në brezin e tij, sepse ai e kishte krijuar atë Avrahamin sipas pëlqimit të tij. Sepse ai e dinte dhe kuptoi, ai këtu është Avrahami, ai e dinte dhe kuptoi se prej tij, prej gjeneratës së tij, do të linte në këtë rast bima në këtë bima drejtësisë, këtu kam përkthyer gabim. Është branch, është dega e drejtësisë. Dega e drejtësisë për brezat, jo fara, ja le ta shikojnë jubileu 16 si ishte në realisht, sepse e kam këtu ja që nuk duat që të ja një moment, jubileu 16, po, okay, i blesses Bobekovi kryet në orientia, plant, bima e drejtësisë. Bima e drejtësisë, the plant, dega, plant në anglisht nuk thehet vetëm bima, po është rrenja, ndoshta, the plant, bima, nuk është vetëm bima. Ja një moment, a plant, gjithsesi, bima, fara, unë mendoj që është fara, sa jo fara e drejtësisë, në këtë kuptim, s'ka rëndësi, por po flasim për fara e mirë, fara e drejtësisë. Po, plantin, një plant, një bima, një degë, me lem degë për momentin, gjithsesi, masandaj du të shikojmë. Vëllai nuk i kemi originalin, njerëzit i kanë fshehur jubileun, ishte një nga masonët, ishte nga një shoqëri sekrete që masandaj e ka aktualisht që është, edhe e ka, nuk dihet, po është një person që ka originalin dhe një pasaj skolar që ishte një quhet Rachel, diçka e këtillë, ai përkthevi masandaj këto dy libra që sot mbahen në këtë rast nga tërë skolarët që janë përkthimi i vërtetë. Tani thos, sepse ai e dinte se kuptoi që prej tij do linte dega e drejtësisë për brezat e përjetshëm dhe prej tij një fare veçuar e shenjtë, në mënyrë që ai të bëhej si ai që kishte bërë të gjitha gjërat. Vëllai, për kë po flet? Po flet për Mesian. Sepse Avrahami kuptoi që prej tij, prej gjeneratës së tij, prej brezit të tij do të linte dega e drejtësisë, këtu po citon, është njëjtë në harmoni me Isaian 11 apo 61, dega e drejtësisë për brezat e përjetshëm, për të marrë jetën e përjetshme nëpërmjet Mesias, nëpërmjet Titot, dhe prej tij, prej kujt, prej Avrahamit do dilte një farë e veçuar, e shenjtë, në mënyrë që të bëhej si ai, si Ati në këtë rast, ka fjalën të merrte hyninë, të merrte fuqinë, të merrte autoritetin
që ati në këtë rast si ai që kishte bërë të gjitha gjërat. Dhe Abrahami thotë dhe ai bekoi dhe u gëzua. Dhe quajti emrin e kësaj festa e Jahwe, një gëzim i pranueshëm për Elohim shumë të lartë. U gëzua. E pa këtë ditë dhe u gëzua. Jahwe pa, në këtë rast vizionin, dhe masandaj u gëzua. Çfarë tha Mesia? Ai e pa dhe u gëzua. Hapura zi vlla motër, vetë mbreti lavdisë po citon jubileu. Sot që nuk e pranojnë. Sot që nuk e pranojnë asamble. Kjo ishte, çfarë ishte në zemrën time, vlla motër. Mua më gëzon zemra, më ripërtërin mendjen time dhe ja po e afroj dhe ti ta shikosh për ta kesh përpara teje atë që Mesia vetë tha dhe ja ku e ke në ekranin tënd. Gjë që normal që farisejtë nuk e kishin idenë çfarë po fliste. Abrahami thotë pa ditën time, po edhe u gëzua, normal që u gëzua, ja ku e kemi e pa ditën e tia në ja ku kemi kur e pa, edhe masandaj u gëzua për atë që kishte parë, atë që po citonte Mesia, pak më përpara. Këto gjëra motër janë fshehur, librat e jubileut, të Inokut, testamenti patriarkëve, testamenti Abrahamit, janë gjëra që ishin, u gjetën me, për ta kuptuar dhe ti dikush që na dëgjon. Këto libra u gjetën së bashku me librin e Zanafillës, me librin e ligjit të përtërir, apo Eksodin, ishin librat që u gjentën në guvën e detit të vdekur në 1900 të kaluara. Së bashku u gjetën atje, nga libraria që ishte brenda në detin e vdekur. Tani, kush vendosi që jo kjo nuk është njeriu? Mos u than farisin të engjët që këto gjëra nuk do të jenë apo jo? Ata gjykuan në këtë rast në mënyrë jo të drejtë që këto libra nuk do të jenë. Përse? Sepse në to fliteshe fara e veçuar, dega e drejtësisë, Mesia jashtë të përket ty, më përket mua, formimit tënd, lavdiatit, dhe ndoshta edhe ju që po shikoni edhe një herë. Vlla motër, ky shall që un kam këtu është të thjeshtë se dua ta shpreh shumë herë që të dëgjohet. Këtë shall që ti po e shikon që un kam vesh, këtu janë urdhrimet e Atit, janë të shkruara në qafë dhe është emri i tij, ja ku janë shkronjat e tij, Yod He Vav He. Dhe siç e thash në fillim të takimit, më mungonte diçka dhe kur e vesh një diçka që ka emrin e vërtetë të Atit, të mbulojnë krahët e tij, është një prani që unë lutem Atit se unë e kam përjetuar, vazhdoj ta përjetoj, më mungon diçka kur nuk e ve. Është pjesa time, ne veshim rrobat tona, i veshim çdo lloj marke apo dhe ato gjëra nuk janë as nuk paraqesin Atin, janë marka të njerëzve, janë emrat e njerëzve të tjerë. Aq më tepër të veshësh diçka që është Atit, apo vesh një bluzë me emrin e tij, të gëzon. Kjo është thjesht kjo, asnjë gjë më tepër. Lutemi Atit që të kemi mundësinë të mësojmë dhe për ata që në këtë rast dëshirojnë të marrin për urdhrimeve të Atit. Unë e di si thashë më përpara, shumë prej gjërave që vllai po thotë, ju i dëshmoni, i keni përpara në zemrën tuaj. Është procesi që Ati kërkon ardhjen tënde, fillimin, veçimin, zemrën e vërtetë për çdo aspekt që Ati ka vendosur për hyrjen në mbretëri, duke ecur në besim të patundur ndaj Atit, ndaj birit të Tij dhe zbatuar urdhrimet e Tij. Zbulesa 22 thot hapurazi, janë pjesë e ecjes tonë, shprehja e besimit të vërtetë, lavdiatit. Për çdo gjë, vlla motër, do flasim, do kemi mundësi të miqësojmë sërish,